Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e tenderit për ndërhyrje infrastrukturore me synim për mirësimin e aksesit turistik dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit natyror. Projekti, i cili ka një fond limit 85.192.000 lekë, parashikon ndërhyrje të shumta për krijimin e kushteve për vizitorët. Referuar dokumenti do të ndërtohet dhe sistemohet mbrojtja e argjinaturës lindore të lagunës së Karavastas për erozionit faza e 3. Gjithashtu do të mbrohet argjinatura nga erozioni shkaktuar nga veprimi i dalgës dhe baticës, si dhe nga erozioni që shkakton rrebeshët e shiut. Në planin e ndërhyrjes parashikohen shtigje për kombësorët, rrugë për bicikleta, krijimi i vend pushimeve, si dhe pikave të dedikuara turistike. Mëtej në dokument theksohet se në këtë argjinatur do të ndërtohen 8 ura druri dhe 3 pika mbrojtimi e pushimi mbi argjinatur. Laguna e Karavastas është shpallur një zonë smeralda sipas konventës së Bernës në vitin 2008. Parku kombëtar Divja Karavasta vitet e fundit është kthyer në një destinacion të turizmit të vrojtimit të shpendëve dhe jo vetëm, pasi radhitet në lagunat me rëndësi të madhe, si zonë rëndësishme për lloje shtegtare dhe si habitat i mbi 20.000 shpendëve. Ky investim për të rrisë potencialin turistik të zonës.